plani i hakmarrjes dhe identiteti i fshehur Tahir Atesh. Historia nis me Tahirin, i cili përdor emrin Atesh. Ai është një djalë i thyer nga e kaluara, i cili ka psuar trauma të mëdha në fëmijëri, duke humbur familjen dhe motrën e tij, Eylulin. I bindur se fajtori për shkatrimin e familjes së tij është Hajdari, Ateshi Tahiri kthehet me një qëllim të vetëm, hakmarrjen e përgjakshme si për të lënduar armikun e tij. Ai shënjestron gjën më të shtrenjtë që ai ka, vajzën e tij, Merxhanin I. 2. Martesa e detyruar, 187 ditët. Ateshi e detyron Merxhanin të hyjë në një martesë të rreme dhe të detyruar, e cila sipas planit të tij duhet të zgjasë saktësisht 187 ditë. Merxhani është një vajzë e pafajshme, e bukur dhe e ndershme, e cila bëhet thjesht një pion në lojën e tij të egër të hakmarrjes, pa pasur asnjë faj për mëkatet e të atit. Ateshi sillet në mënyrë të ftohtë dhe të ashpër me të, duke u munduar të mos shfaq asnjë pikë mëshire. 3. Kur intikami kthehet në dashuri. Edhe pse gjithçka nisi si një marrëveshje e ftohtë dhe mizore, kimia mes Merxhanit dhe Ateshit, Tahirit, ndizet shpejt. Merxhani, me pastërtinë dhe forcën e saj, fillon të çajë mburojën e akullt të Ateshit. Ai e gjen veten në dilemë, araf, mes etjes për të çuar hakmarrjen deri në fund dhe ndjenjave të fuqishme që po lindin për Merxhanin. 4. Zbulimi i sekreteve të mëdha. Dramatizimi arrin kulmin kur fillojnë të zbegraun sekretet e errta të familjes. Muzetini zbulohet si personi i vërtet që ka thurur intrigat dhe ka lëvizur fijet nga pas. Merxhani zbulon të vërtetën shokuese. Ajo mëson se burri i saj, Ateshi, në fakt është Tahiri, dhe se ajo u përdor vetëm si një mjet hakmarrjeje. Kjo sjell një thyerje të madhe besimi dhe një përballje të fortë emocionesh, ku Tahiri duhet të luftojë fort për të fituar sërish faljen dhe zemrën e saj. Kthesa e madhe. Gjatë gjithë kësaj lufte dhe tensioni mes dashurisë e urrëties, vjen lajmi bomb që ndryshon lojën. Merxhani mbetet shtatzën. Në thelb. Seriali është një përplasje e vazhdueshme mes egos, krenarisë dhe dashurisë. Ai tregon se si një martesë e nisur me detyrim dhe urrëtie mund të kthehet në një histori të jashtëzakonshme mbijetese dhe dashurie të sinqertë, ku në fund, ndjenja fiton mbi hakmarrjen.